Amerika shpalli luftën e taksave. Kina I përgjigjet po ashtu. Madje edhe Kanadaja përgjigjet. Çfarë po ndodh? Kush është rastisht le t'i bëj like faqe si të shihni sërish dhe dëgjoni me vëmendje këtë material. Para disa kohësh kemi bërë një video ku thoshe që u krijuan dy forca të mëdha. Nga njëra anë është rendi I ri botëror dhe nga ana tjetër është rendi I ri, pra I freskët botëror, sepse janë dy rende botëror. Kush do fitoj? Është vështirë që ta mendosh këtë ose ta parashikosh, por ka një problem në sintezë që pak njerëz e kanë kuptuar. Para disa kohësh kemi thënë që me kalimin e kohës deri në vitin 2030 do të ketë probleme të rënda, por probleme të rënda edhe ekonomike. Dhe si do t'jenë këto probleme, sepse e ha populli, nuk është se e han ata që kanë para. Donald Trump doli haptazi me taksa kundër Kanadas, kundër Kinës. Kina u përgjigj dhe duke thënë që e vut ju taksën 10% për të gjitha produktet, shumë mirë. Dhe ne po vëmë 15% të produkteve që ju prodhoni këtu në Kinë. Dhe për të gjitha produktet që dalin nga Kina. Pra, sa po filloi dhe siç ju thash, nuk është kjo një luftë trup me trup, por është një luftë ekonomike, sepse duhet të dini që duke bërë një luftë ekonomike shkatërron çdo gjë, duke shkatëruar vendin, ka shkatëruar dhe ke zaptuar atë. Por është për të theksuar diçka tepër e rëndësishme. Edhe pse Kina ka 60% ose 62% për të qenë me eksakt, 62% të prodhimit botëror, pra duke patur nën kontroll sepse prodhohet në Kinë dhe nga Kina shpërndahet në gjithë botën, duhet të dini që potencialin ose forcën botërore nuk e ka Kina, as Rusia, as Evropa, por e ka Amerika. Pse, për shembull, do të them disa gjëra, pse në shtetet e tjera, për shembull qoftë në Itali apo kudo qoftë, në qoftë se lëviz Amerika, për mirë apo për keq, ka lëvizje të forta brenda, qoftë në politikë, por qoftë edhe në ekonomi. Pse? Sepse kanë vite që kanë hedhur rrënjët dhe kanë forca të mëdha, qoftë ekonomike, shoqërore, madje edhe politike. Para disa kohësh, para disa viteve, erdhi një zotëri në Troje shqiptare dhe e keni parë këtë në për video, një profesor që është profesor Pëllum Piliqi, mos gaboj, dhe kishte bërë disa deklarata para disa kohësh, duke thënë që do bëjnë lëvizje të mëdha, do arrestojnë shumë njerëz, pra shumë politikan. Dhe askush nuk e besoi në fillim. Madje disa që janë krejt out, ose si mund thuhen, larg nga qoftë ka politika, por qoftë edhe nga këto diskutime që bëjmë për ditë, e cilësonin ndryshe, ose thoshin po ky. Por tani që gjërat u vërtetuan dhe dal nga dal tani po ndodhin, që të gjitha shikoj tani që gjithandej shikoj videot e këtij zotërisë, ku edhe ata që deri dje e përqeshnin, I kanë bërë në përfaqet e tyre. Tani, pse po them për këtë? Sepse jo se ai është magjistar dhe I kishte parashikuar. Jo. Por pikërisht pra nga kjo që ju thash më përpara, sepse Amerika, doni apo nuk doni, duam apo nuk duam, I ka forcat ekonomike, shoqërore, politike gjithandej. Por kush do t'jetë problemi I së ardhmes nëse do të ketë një luftë ekonomike? Padyshim populli. Dhe nga këtu do të lindin edhe probleme të rënda, sepse nuk do lindin vetëm probleme të rënda ekonomike ose edhe shoqërore, por edhe të humbjes disa popujve. Pra një numër I madh I popullit. Pse ndodh kjo? Sepse në të gjitha kohërat kur ka ndodhur një problem ekonomik, pra global, e ka ngrënë gjithmonë populli. Dhe pothuaj 2/3 e popullit janë reduktuar pothuaj në zero dhe një pjesë e tyre kanë humbur jetën. Sepse ndodh kështu. Për shembull, në qoftë se
ta zëm kështu për shembull, në një familje. Në qoftë se në një familje jetohet normalisht, ka për të ngrënë ai prindi me babai me nënën, hanë edhe tjerët, do hanë edhe kafshët. Hanë, sepse ka. Ose diçka mbetet disa kocë, ka disa gjëra dhe mbetet për kafshët. Por në qoftë se nuk kanë për të ngrënë edhe ata, pra prindrit dhe pjesëtarët e familjes, çfarë do t'japin kafshëve? Padyshim kafshët do të dalin për të gjetur diku, apo jo? Shiko, është një krahasim vërtet, shumë real. Dhe në qoftë se ata do të dalin që të ushqehen diku tjetër, jashtë do hanë njëri tjetrin. Pikërisht pra për këtë do të ndodh në qoftë se do të ndodh ajo që mendoj, në qoftë se do të ketë një krizë ekonomike të fortë. Dhe kriza ekonomike është e pashmangshme, për shumë arsye, sepse ne jetojmë në një pil, ose si mund të quhet, në një borxh, secili shtet, në të gjithë botën, secili shtet jeton në borxhe. Si do t'i lyejmë, ose si do shlyejmë këto borxhe? Nuk ka nevojë këtu që t'jesh të punosh në financë, ose t'jesh një llogaritar, është e thjeshtë. Mjaft të mendosh tash tamam si në një familje. Pra, në qoftë se ne jemi në borxhe, gjithandaj, borxh për çdo gjë. Si do të mbijetoj populli dhe njerëzit? Për shembull, tani, kur thuhet që në Shqipëri, Amerika ka ndërprer të gjitha ndihmat. Në qoftë se ka prerë ndihmat, pse bëhet kaq rrëmuj? Në qoftë se ne kemi forcë ekonomike, shoqërore, në qoftë se ne prodhojmë, pse duhet të shqetësohemi? Për çfarë arsye? Pra, ky është problemi kryesor. Ky është problemi që 31 vite, ose ndoshta edhe më shumë, kanë krijuar politika, ka krijuar probleme të rënda në shoqërinë shqiptare. Dhe do ja u them se si. Sepse duke marrë produkte, ose duke bërë më shumë eksport kundrejt importit, ka krijuar inflacion. Inflacioni krijohet pikërisht në këtë, në qoftë se unë ndërpres, sepse në qoftë se jemi dy familje. Familja jote që ti po dëgjon dhe familja ime. Dhe unë t'jap diçka ty, ti m'jep diçka mua. T'jap një hua ty, ti m'jep një hua mua. Ose ti nuk e t'jap një hua dhe unë pres që t'ma japësh. Por ti në qoftë se nuk prodhon, si do ma japësh mua huan? S'ke për t'ma dhënë kurrë huan. Kështu që në qoftë se do të nxisnin popullin që në fillim, që në hapat e para, që të prodhonim, padyshim ne sot nuk do të ishim në këtë pikë. Të paktën ne, Shqipëria. Por në këtë rast tash jemi që të gjithë kështu, janë që të gjithë popujt kështu, pra me borxhe. Shqipëria është shumë herë më shumë, pra sepse nuk ka një prodhim ashtu siç ka Italia, apo ku ta di unë, Greqia apo Zvicra. Sepse prodhimi që bën, se nuk po flasim këtu vetëm për blegtori dhe për fusha apo zarzavate apo ku ta di unë, por po flasim në totalitet. Për shembull, në minierën e kromit, në minierën e serës, në ku ta di unë, të arit apo ndoshta edhe të jo vetëm të kromit, por edhe të hekurit, ose edhe të naftës, ose edhe të gjërave të tjera që nuk më vijnë tani për momenti, por në qoftë se të gjitha këto nuk do ishin shitur diku tjetër, por do ishin mbajtur që ta prodhonte vetë shteti shqiptar, e dini se ku do gjendeshim sot? Pra, ne duke qenë një vend shumë i vogël dhe duke patur një pasuri kaq të madhe, sepse Shqipëria, edhe pse i vogël, ka një pasuri tepër të madhe, ta dini këtë. Në qoftë se pasuria e shtetit shqiptar do të mbaj brenda vendit, pra do të prodhoj brenda vendit, do të mbaj brenda vendit, çdo shqiptar do të ishte një mbret. Këtë nuk e kam thënë unë. Shiko, do ja u them për disa që ndoshta nuk e mbajnë mend ose disa që nuk e kanë dëgjuar. Para disa kohësh,
U ndodha sepse ndodhi një aksident, isha rrugës me makinë, dikush më erdhi pas në semafor dhe më përplasi dhe përfundova në spital. Në spital takova një italian, një zotëri, tepër serioz kështu ai, dhe kështu me kalimin e kohës, duke folur aty me fjalë me qenë se s'kishte me këtë fliste, herë thoshte ndonjë fjalë kështu. E tha nga jeta, nga Shqipëria, i thash. Dhe Shqipëria, e kam punuar, tha. Kam punuar dhe që një 61, tha, deri sa ishte në veri i gjallë, tha. Beta unë. Ku ke punuar? Në Serë, tha, të Serenicë. Thash, po qa keni bërë në Serë e Serenicë? Tha, kemi prur, tha, bitumin, tha. Për një fjalë Serën e kemi sjellë, tha, në Itali, kemi blerë, tha. Tha shumë, ashtu, po sa keni blerë? Pa fund. Po nëse tha, nuk kishte pak sulfur, tha, ishte pak, tha, nuk ishte, ashtu, tha, squfur. Nuk ishte shumë, tha. E mirë, e pastër. I thash unë, ndajte ati, i thash, më shumë se 20 vjetë? Po më shikonte. Tha, me një fjalë, ashtu si që blinin, thoshin që gjoja nuk është e mirë, që ta blin me çmim të ulët. Por po thosha, po sikur e gjitha ajo serë e Serenicës, ose dhe mineralet të tjera, ose dhe minjera, apo naftra, apo çdo gjë që është shitur të mbetej në Shqipëri, dhe ta kishin shqiptarët. Çfarë do ndodhte, i thash unë. Tha, se cili, shqiptara ishte ekonomiste, përveç se punonte, se cili shqiptar me ato pasuritha që ka Shqipëria, pra duke filluar dhe nga mineralet, por edhe nga çdo gjë, sepse Shqipëria tha i gjen të gjitha. Përveç se i gjen 7 mineralet, por i gjen çdo gjë, sepse keni dhe male, keni dhe fusha. Dhe është në proporcion të barabartë çdo gjë. Dhe me 3 milion që jeni ju, se cili duhet jetoj si mbret. E tha ky zotëria, italiani. Tani, jo sepse e tha ai dhe ne duhet ta besojmë, ose jo sepse e tha ai dhe që ngërka kush e di se si. Por unë kisha menduar më përpara këtë dhe po ja u them, që është mëse e vërtet kjo. Dhe po thosha që të kthehemi prapë tek biseda e mëparshme. Në qoftë se ndodh një incident i tillë, pra ekonomik botëror, ju nuk e keni idenë se çfarë do bëhet në mbar botën. Dhe ata që do ta hanë janë pikërisht ato vende, pra ato shtete, që kanë më pak prodhimtari brenda vendit, pra më pak produkte. Sepse janë të detyruar që ta blejnë nga jashtë, po si do ta blejnë nëse ata, përveç se nuk prodhojnë, por janë të varfër, si për shembull në këtë rast Shqipëria. Si? Kështu që ja u thash, sepse nesër pas nesër është mirë që ta dini, që të përgatiteni, sepse nëse ndodh një gjë e tillë, duhet që të jemi të përgatitur. Siç e kemi thënë gjithmonë, nëse nuk jemi të informuar, kush merr në këtë ormë? Në qoftë se nuk jemi të informuar, ne nuk shkojmë dot asgjë kundi. Sepse informacioni na i dhuron dijen, të dija na jep rrugët e duhura, ose që të zgjedhim që të paktën të shpëtojmë nga e keqja më e madhe në sintezë. Pres komentet tuaja dhe shpresoj që mos të ndodhë një gjë e tillë. Dhe me thënë të drejtën, ajo ka filluar ajo rrugë, dhe ishte thënë me kohë, por shpresoj që jo. Ju përqafoj, natën e mirë.